Është ora 12:10 e natës, edhe unë çka kam bërë? Ju nuk i keni fare iden, por do t'ja tregoj tani çka kam bërë. Kam bërë punët e shtëpisë sot, gjatë ditës, jo tani në 12 natës, dhe pas punëve të shtëpisë kam shkuar në dyqan edhe kam bler disa gjëra, domethënë shkuar në një qendër tregtare, edhe kam ndërtuar një kuti, një pako. Arsyeja e kësaj pakos kush është? Vazhdojnë lajmet këtu te kanali im. Klajdi, vlla im, për të gjithë që nuk e njihni, vjen sonte tek shtëpia ime. Ka shkuar Mauricio t'i marrë në aeroport. Avioni është nisur me vonesë, edhe tani janë rrugës edhe po vinë. Çka ka interesante këtu, çka ka lajm të ri këtu? Asnjë gjë deri tani. Ju a them unë, Klajdi nuk vjen vetëm, por vjen i shoqëruar për herë të parë te shtëpia e motrës. Do vi me shoqen e tij dhe unë, si një kunat e mrekullueshme që jam, kam vendosur që ta pres me një pako këtu te shtëpia, por jo vetëm një pako, do t'ja tregoj pastaj, por t'ju them arsye. E para sepse ajo është hera parë që vjen te shtëpia ime, edhe e dyta sepse ka patur ditëlindjen diku te 10 ditë më përpara, mos gabofsha. Dy se bebe i bashkojmë në një edhe i festojmë këtu te shtëpia ime. Edhe një kohë të bëjmë një pritje të ëmbël, siç më pëlqen mua. Kam vendosur disa tullumbace dhe këtë pakon që ka disa gjëra brenda. Kjo është gjëja më interesante. Doja t'i vendosja edhe një qiri për ditëlindje, por nuk kisha asnjë ëmbëlsirë dhe e kam vendosur në një nektarin. Sta për adet, le të themi. Edhe bashkë do shikojmë reagimin, sepse besoj për një 5 ose 10 minuta e kam llogaritur kohën nga telefonata fundit, do jenë këtu. Unë jam kështu, si në shtëpi, se ora 12 e natës, por rëndësi ka që të kemi një kujtim të bukur. Kam bërë mirë që e kam bërë këta, apo se kam bërë mirë? Besoj se kam bërë mirë. Mua m'japin kënaqësi këto gjëra, kështu që pse jo? Pse jo? Presim sa të vinë. Jo, nuk mund të ma bosh. Pse? E urreni. U kam qëpë të bëj gjëra që ti urreni. Nga orën 12 të capi dhe që nuk e joha të tu. Mirë erdhët. E votorte? Qa torte? Nuk kemi mundësi për torte. Ka bërë me nektari. E mendove dëshira? Mendova dëshira. Jo vetëm bëjmë, po edhe marrim dhurata. Qa është? Ver. Po brioshi im. Zjetëm. Seriozisht? Ja. Ua, një porosi që i kisha bërë Po unë. shkërkum, po zjetëm. Kisha thënë mos një briosh nga Italia, nuk më Po solla. shkërkum. Ishte një shaka. Si aku është? I thash i lutem mos një briosh italian se më ka vajtur mendja. Qa është? Ua, seriozisht e ke. Po kështu ka në Gjermani. Po për zotin vetëm këtë motor kishte aty. Po ti pse si vetë jam me ajo, pistaka. Po ishin në Itali, si Ishim në Shqipëri. Venecia. Jo se gjëra e mbushën gjë. Jo është mbushur, kjo nuk është shumë. Thjesht ishte kështu si Gjerman. Jo. I ka marrë gjitha rozë. Ta di që më presi kështu e, ua. Çdo ditë. Direkt. Haj nga dita tjetër, uroj t'ju ketë pëlqyer surpriza që i bëra kunatës sime të ardhshme. Ata kanë dalë sot, e kemi lënë çiftin të dalë vetëm, unë po pres Mauricio, ndërkohë po bëja një haul të DM-it. S'kam lidhje me këtë çantën, thjesht këtu i kisha futur gjëra, kam marrë disa gjëra në Rossmann edhe në DM, edhe thash t'ju tregoj edhe juve këtu. Filloj me një Larës, kjo është një firmë e re për mua, se ka vite në treg, edhe kam marrë një Larës, Larës është. Bashkë me Larësin kam marrë dhe Stressless, është ky produkti këtu. Do ta shikoj si është, mos i merrni për sugjeri, jam thjesht unë duke ju treguar çfarë kam bler, mund edhe mos janë të mira. Kam marrë këtë produktin këtu, sepse unë tani që barku im, domethënë po rritet, duhet që ta mbaj mirë për të parandaluar shenjat, edhe pse genetikisht, domethënë nga mami nuk i kam shenjat,
Por, kur mos tuaj kur, nuk I dim asnjëherë se mos në një gen tjetër ndodhet brenda trupit tim dhe mund ma bëj barkun keq. Kështu që pse jo mos të parandaloj. Kam përdorur varin e Veledës edhe po e përdor akoma. Veleda ka edhe një butter, një gjalp për trupin që është shumë I mirë, e kam referencë nga motra ime, por nuk e gjej dot, nuk e gjej as në Rossmann as në DM, kështu që gjeta një butter tjetër, një gjalp trupi tjetër I Baby Dream si brand. Do provojmë këtë të paktën sa t'jem pa gjë, do ta bëj këtë një edhe varin 2. Letrat e lagura për t'i pas në çantë, se tani kam shumë merak nga mikrobet, nga bakteret, nuk është se jam e fiksuar, nuk dua kur të jem një njeri fiksuar, sidomos gjatë shtatzanis, por kam merak. Tu kam marrë ca qese për koshin e mbiturinave. Një vlerë mjaft interesante. 2 produkte për fytyrën nga Drugstore, bronzer liquid edhe concealer. Pse lodhem shumë njerëz? Duhet të paguem më shumë se lodhem. Jam e ngarkuar. Nuk mund të flas dot pa marrë fryma. Nice. Concealer edhe bronzer liquid, sepse kam një liquid blush, është yll fantastik. Ky ta shikojmë si do jetë. Si ai nuk gjeta. Jam fiksuar me zemrat këto kohë. Dua gjëra me zemra, dua dashuri, dua vëmendje. Po ndërtoj organe brenda trupit tim, po ndërtoj që një njerëzore, kështu që më jepi dashuri, lutem shkruani një koment të bukur, bëni një subscribe, një like videos, më motivoni për më shumë video në vazhdim. Shqipi Mauricias gjithë ditën në shtëpi. Nuk I them më bëj subscribe, po I them më thuaj fjalë të bukura, më thuaj fjalë të ëmbla, më gatoj gjëra të mira, më plotson epse, gjëra kështu. Po. Me zemra, shi sa cute është. Bëj make-upin unë, dua fasolet. Edhe ja bëj wow. Sa bukur. Dojla aty në korridor, ku bëj edhe make-upin, se siç e dini nuk kam tavolinë make-upi. Vazhdoj edhe në Shqipëri dhe në Gjermani pa tavolinë make-upi dhe s'kam ndërmend as ta blej. Past për dhëmbët nga La Kalut Aktiv, që ka në qendër të vëmendjes mbrojtjen e mishrave të dhëmbëve dhe bardhësinë e tyre. Nuk kam përdorur asnjëherë, kam parë që është shumë virale, thash ta përdor edhe unë. Kemi këtu për vetullat e mia nga Rival një pudër për vetullat, sepse për mua lapsi është një big jo. E provova kur po provoja edhe pudrën, ndër të shumtat herë që kam provuar lapsa, edhe benefiti që më pëlqente jashtëzakonisht shumë, por unë e lyej vetullën me laps. Ikën qime, do të thonë te maja e lapsit unë gjej qime. Kështu që çfarë kuptimi ka? Mi lëshoj edhe këto 2 qime që kam? Jo. Kështu që më mirë pudër nuk është e rrezikshme. Tani më thoni pak, mendoni se kemi një vajzë në pritje apo një djalë? Kërkret rastësisht nuk I kam zgjedhur unë, ju betohem. Thënë unë I zgjodha, po jo me këtë qëllim, thjesht I kuptova këtu në shtëpi. Një blu, një roz për rrudhat poshtë syve, se siç e dini, mos u fiksoni tani të më shikoni vetëm te rrudhat e syve. I kam edhe nuk bëj asnjë gjë, nuk bëj asnjë gjë. Dini pse njerëz? Shkova për të bërë ndonjë gjë në fytyrë, po më tha doktoresha para se ngjelja shtatzan, më tha disa, me qenë se ti ke në plan shtatzanie, do sugjeroja që të mos bësh asnjë lloj gjëje në fytyrë. As filler, as botox, asnjë lloj gjëje. Filleri është acidi hyaluronik për të mbushur në fytyrë, për të rritur volum, për shumë të kanë moza do t'i mbushësh, kanë buzët do t'i mbushësh, ke viza do t'i mbushësh. Botoxi është thjesht për të parandaluar rrudhat, pra të ngrin ballin edhe të ngrin dhe këtë pjesën këtu të syve. Sepse më tha, I ke parë vajzat e showbizit që kur janë bërë nëna janë fryrë shumë. Ajo fryrje vjen nga sasia e acidit hyaluronik në fytyrë dhe acidi hyaluronik në fytyrë ka tendencën që të thithi më shumë ujëra gjatë shtatzanisë. Sepse trupi I vajzave në shtatzani sigurisht që merr ujë dhe fillon shumë të marrë ujë, sidomos në muajt pas të pestit, kështu që po ke dhe acid hyaluronik në fytyrë, do bësh akoma më shumë, do të fryen shumë buzët, do të fryen shumë fytyrat, faqet apo kudo ku ti të kesh aplikuar. Kështu që thash unë rri kështu siç jam, bukur dhe mirë, dhe nuk merr me atë sport, derisa të bëj fëmijë, dash Zoti të shëndetshëm edhe pastaj po do merrem me veten time, thua nga trupi një herë, se kush e di si do jemi bërë deri atëherë. Qa kam marrë tjetër? Kam marrë letra tualeti, sepse ishin me zemra, normal mo. Tani, ta marrë dhe gjën e fundit duke kapur me këtë, se nuk na lë barku. Nga Essence, një sponge të bukur roz. Jam fiksuar me zemra dhe me rozën, si që ja thash. Kam edhe haul tjetër. Shikoni pak se më kanë ardhur 2 dhurata nga një faqe të cilën ju kam bërë tag në Instagram, që sjell gjëra nga Italia, shkon në outlete, etj. Sa ka dalë kjo video, ju e keni parë faqen. Është kjo çanta këtu, është e Michael Kors. Unë gja kam futur disa reklama këtu brenda. Ka edhe ripin këtu.
Dhe kisha nevojë për një çantë të madhe të zezë. Voilà, ka është. Ja Tomi që nga Bosch. Ka vetëm kutinë atleteve të mia. Ku e kam lënë këtë? Ishte një këmish. Një këmish blu për në zyrë, po nuk e tregoj dot Elza çfarë bën shtatania të lë dhe trurin. Kush e di ku është njerëz, po imagjinoni një këmish blu me logon e Tomit këtu në të majt. Unë duhet t'i sistemoj këto gjërat edhe të dalim, hajdeni me mua, vazhdojmë ditën bashkë me çiftin. Me që e provova këmishën, ndërkohë po hap pak dritën. Do ta tregoj që këmisha akoma më bën, edhe po bëja një video për në TikTok edhe u lumturova shumë që këmisha ime, që nuk është marrë për në shtatzani, po është marrë me perspektivë pas shtatzanie, akoma më bën. Është e bukur, serioze, ngjyra blu më pëlqen edhe ka këtë logon e vogël minimaliste. Bashkë me çantën këtu, shumë e errët, por kur t'i kombinoj unë, e di që do ju pëlqejnë. Sidomos çanta që ka hapësirë për gjithë gjërat e mia. Tash do dal, po nuk dola se po bëja një tjetër haul me disa gjëra që kam marrë në Primark. Kam marrë këtë kanatierën 3 euro, ngjyrë limoni, që gjëja limonit mua edhe më shkon, besoj unë, por edhe është super në mod këtë sezon, e shikojmë gjithkund. Ndërkohë kam marrë edhe këtë bomber jakë, xhaket kështu bomber, që më mbulon edhe çik barkun. E më duket shumë e lezetshme për darkat edhe në verë, po është edhe ngjyrë pak kështu vjeshtore, dimërore, Kam edhe gjëra tjera që kam bler, shikoni pak çka kam marrë në TK Maxx. Zoti ma, vetëm blej gjëra se më bën të lumtur. Më duhen apo jo të shënë si kanë, më shkojnë apo jo të shënë si kanë, ndihem mirë. Një jetë kemi, kështu që ja ku janë 3 peshqirë që më kujtojnë ngjyrat e Sicilisë, e verdh edhe blu, janë 100% pambuk, edhe do t'i vendos te kuzhina. Kam marrë një blok për të mbajtur shënime, vjen i verdh edhe ky me banane, ka këtë siolapsin po si banane, dhe thot notepad edhe pen set. Ka edhe penin, ja ta hapim këtu me juve, pritja të kytin fjongon bukur dhe me klas. Cute, si mos më pëlqejnë mua të gjëra, si mos t'i blej kur ndihem kaq që gëzuar. Ta ka bërë 5 euro. Nuk e pas kam parë, po mund ta vendos këtë frigoriferi. Edhe ja shkruan bashën ime edhe çik e heq. Këto të dyja për në kuzhinë. Kam marrë në Primark sërish këto shapkat, që faktikisht po shikoja te Zara edhe gjeta një palë 13 euro, këto i kam marrë 9 euro pa ullje, edhe them do i porosis dhe ato, do shikoj kush janë më të bukura dhe do mbaj vetëm njërën nga palët. Po në Primark, një fjongo për fustanet e mia të bardha edhe të zeza, për të lidhur flokët, bukur pastër pa gabime. Nuk e di çka kam bërë, po kjo është ideja. Nga 5 euro ishte 3 euro. Nga 5.5 3 euro. Këto ishin gjëra që kam bërë, besoj se kam haruar ndonjë gjë, mund të kem haruar ndonjë gjë të vogël, por si u duket xhupi. Mua xhupi më pëlqen më shumë nga të gjitha dhe ishte super ekonomik, vetëm 28 euro. Si kemi ardhur të dy për photoshooting edhe kjo është fotoja, outfiti parë, edhe jemi kombinuar të dy, do të thënë pa shapkat. Shapkat i njërojni. Veshja parë, filloj me photoshooting me bebat. Thoni që nuk është babi më i bukur i YouTube-it. I Gjermanis, i shtëpisë tonë, joni, i imi, i syri im, felqimi im, shikoni sa bukur është veshur, seti, pa shapka, shapkat i ka këtu. Kjo është mami. Ua, sa e bukur mami. Ua, faleminderit. Mami dhe e bukur e 2025-ës. Ona edhe jemi gati për, do më thënë kjo është outfiti i dytë edhe jemi gati për foton, po ne bëjmë video, ndërkohë që ai djali tha më njoftoni kur të ndroheni. Unë s'kam marrë asnjë aksesor, kam harruar, po tani kur i bën të gjitha gjërat vet, normal që do harrosh ndonjë gjë. Kur je gati për të bërë print, ke vetëm blerje, do vazhdoj me blerje njerëz. Kam bërë shkurt, mars, prill, 3 muaj kam bërë shopping detox, kështu që tani ju lutem ju kuptoni blerjet tona dhe radhës është normalisht influenca edhe sjellja e Mauritiusit që kam bler një kosh për të ndihmuar familjen e tij. Ta nxjerrni këtë? Super kosh, nxjerrni gjithë. Kam marrë super kosh. Mercedesin e koshave. Kosh robën. Kemi bler Mercedesin, vërtet. Apo Ferrari. Kam edhe një pako tjetër, po të hapim këtë të tregoj.
Ishe pa e të në punë akoma. Kjo është kapaku. E ti gjuq me adyde. Jo, është të kosha. Fustani koshit. Osa, bukur e paska logon edhe rosë. Është e kjo që ja këtu. Gjyrën e paska yll. Ndërkohë unë më ka ardhur pako, shikojni pak sa bukur, me produktet e fytyrës. Edhe janë produkte koreane. Më vonë janë të rekama. Kemi 3 thasë të ndryshëm. E këta të 3 thasët të rritë paralelisht, kështu njëri pas tjetrit, do ta tregoj unë pastaj. S'ka video. Si thot independent? Të pavarur. Të pavarur, ja, të pavarur nga njëri tjetri, merë poshatis, i ndanë robat që në zanafil, nuk ka nevojë të hapësh në shtëpi. Momentanisht kemi vetëm një fosh. Ai është fustani. Ky është fustani, ky është shumë nga jashtë. A s'kisha ndonjë letër këtu apo jo? Se di. A e mbani mend këtë fustanin? Do të thënë këtë nuk e keni parë asnjëherë, po e keni parë në ngjyrë të zezë. Që e ka veshur në Sicili, kam bërë edhe shumë foto në Instagram dhe kisha porositur që vjet një jeshil. Edhe meqense koha sot ishte e bukur, thash po e vesh, të lë njëri ta veshësh, nuk të lën ta veshësh. Nuk më bërsehet. Faktikisht mund ta kem dhe fajin vetë se e kam marrë një masë më të vogël, sepse atë të zi unë ndjeja të lirshëm, e thash këtë po e marr një masë më të vogël. Ama kur nuk kisha shtatzan më binte, kur erdhi në fillim. Dhe tani kisha shpresë se po do më binte, meqense barku është këtu, ç'lidhje ka këtu. Kurse kam marr kile këtej sipër. Jem super keq kur nuk më bën rrobat sepse nuk dua të jem një vajzë që bën rroba shtatzanie. Nuk më ndikon pozitivisht në psikologjinë time. Dua të jem një njeri që vishet bukur edhe gjatë shtatzanisë. A do më duhet të blej ekstra large? Ekstra large do marr, punë madhe. Ndrova vegjeta diçka për të veshur. Kujdesni vajza, kujdesni ju burrat e vajzave shtatzan. Kur vajzat shtatzan, gratë tuaja shtatzan, para se të bëhen gati për të dalë, ose po bëhen gati për të dalë, ikni se nga që do ju filloj si klienti rrobave, s'kam rroba, s'kam gjë, do sharrosen edhe me ju. Kështu që shpëtoni, thoni, ju pres te makina poshtë. Por unë shpëtova. Vesha këtë kostumin, e kam marrë dhurat nga Faqa Angela në Shqipëri. E kam marrë që kur isha 4 muajshe, e nuk i kisha vesh asnjëherë. Si u dukem se do dal tani tash mojtës. Mbarojmë punë me koshin, edhe do ikim, do blejmë rroba, edhe do kthejmë rroba. Po ju si keni parë çfarë do kthejmë ne? Wait people. Ja, në pakoja nga Zara. Do të tregoj. Të duhet është më interesant koshi se sa. Kë votoni, kush ju pëlqen më shumë të shikoni koshin e Mauritiusit apo do të shikoni rrobat e mia? Votoni në komente, se unë do t'ju lexoj mbrapa. Prit pak që ja tregoj kështu fazën e parë të koshit. Ja ku është koshi me 3 ndarje, të zeza, të bardha, të kuqe. E kamerën afër. S'ka që se përtoj të mërkam. Mirë. Jam ju ku është të dhanë. Ua, sa cute, prit të mërkamerën. Ja, se i bukur është, hape koshin. E hapim këtu. Sa këte, këtu ke robat e bardha, këtu të zezat, këtu të bebave, qa do më? Sak, edhe e boshatis këta. E fut në lavatrice. E fut në lavatrice, sak, e fut brenda. Cat. E mbyll këtu, për shësish perfekt. E mbyll dhe shisa cute që është. Është shumë estetik. është shumë po, është gourmet. Mercedesi Mauritius. Bravo, buri ke bërë një super blerje, si gjithmonë. Për Votoni. të gjëra je vetëm ti, Votoni. asnjë tjetër. Koshi apo Zara? çfarë ishte tjetër? Apo Zara. Apo Reckat. Filloj me rrobat e mia që këto xhinse do t'i mbaj. Se janë të bukura, një par xhinse gri. Këto nuk do t'i kthej. Dhe i kam marrë masa 44 dhe me bel të ullët që të më ri poshtë. Kur në jetën time nuk kam vesh xhinse me bel të ullët. Do më thënë që pas adoleshencës, kur nuk ishin më në mod. Këto i mora sepse nëse unë do marr xhinse me bel të lartë, sigurisht që nuk do më bëj se beli tani barku më shtrashur, kështu që çdo gjë duhet ta ul këtu poshtë, si ta ngrë deri këtu sipër, po që jo, nuk funksionon poshtë. Edhe kjo është arsyeja pse i kam marrë këto xhinse 44 me bel të ulët. Diçka që do ta kthej, të besoj shumë vajza nga ju që më ndjekin te Instagrami ima disa pigjo,
e kanë parë fustanin që kam veshur në një photoshooting. Problemi është që e kam marrë të madh, e kam marrë large, edhe mendoj ta marr moja. Ju do thoni a disa po prit se do të rritet barku, po s'më ndeti mirë moja, do ta lej fare. Që ju sugjeroj, sidomos ju po jeni masa small, goca blini si ishte super praktik, vetëm 49.95 euro, 50 euro, edhe është yll, për në verë është nuk e di domethënë. I lehtë, i mirë, i butë. Gjithat mirat i ka, po unë do ndroj masën. Edhe këtë do t'a kthej, ka marrë një bluzë të zezë, masa L dhe më binte e madhe, edhe kjo, do t'a marrë më. Do ndryshoj masën e kësaj gjaketës, mishës Lino të Mauritios. Ishte një set super i bukur, më duket se do ndryshoj edhe ngjyrën. Mauricio e vret kur i thua vish ngjyrë të zezë. Dhe diçka që nuk do ta ndryshoj, do ta mbaj se është super e bukur, madje nuk do ta mbaj për vete, po do t'ja bëj dhurat banës, se asaj i pëlqeu kur e porosita. Edhe imagjino dhe kur ta shikoj tani përballë, është kjo çanta këtu. Ja sa cute. Edhe dhurat për vjerën time. Do t'ja çoj në Shqipëri. Si u duket? Është e bukur? Ngjyra mirë e ka 10, po edhe formën e ka mirë e ka. A më i gras, unë gopëm kur. Mi që do më vinë fëmijët tash. Të merrem me fëmijët, mos merrem më me veten time. Por gjithsesi, po kam goca, do ta falimentoj burrin tim të dashur. Edhe bankën time po. Do ta lëm në anën tjetër. Po këtu, si çanta, pas kam këtë bluzën. Kjo do më ketërën e vogël. Është shumë e çuditshme, mirë të Zara, ja të dyja lëm, njësoj me të zezën dhe njëra më bie vogël, tjetra më bie madhe. Kam tjetër gjë, jo. Kaq ishin. Gjithë kjo kuptim me këto gjëra. Sorry. I rregulloj tani në procese se Mauricio mbaroi koshin edhe hajteni me ne të dalim të blejmë ndonjë gjë. Dua të bëj edhe disa make-upe, po kur të vi në shtëpi sot, dua të bëj një video, nuk e di a do ta bëj për këtu në YouTube, po besoj edhe këtu në YouTube. Dua të hap një dhuratë që ma ka bërë Bana. Kur e mori vesh isha shtatzan në mars, domethënë ajo erdhi në fund të marsit, krejt herë domethënë, por vendoset kur rritet barku dhe tani që më shrit barku, unë dua që t'i bëj një video dedikuar, tash ta bëja për në TikTok. Tim shumë të bukur, po do t'ju tregoj për pak apo tani. E të sistemoj pak njerëz se son vin edhe njerëz për darkë. Kështu që duhet ta llogaris mirë kohën. Ju flas nga një tjetër vend, një tjetër shtëpi, për sa bukur duket. Do ta bëj dhe unë murin blu të shtëpia ime. Injoroni këto, kjo është një dhomë shtesë, edhe nuk dua që t'ju zbuloj pjesën tjetër të shtëpisë, meqense do t'ju bëj një room tour, home tour, house tour, apartment tour, si të doni ju e quajmë, te videoradhës. Ju lash te qendra tregtare ku bëra ndrimet, kthimet, bëra edhe ca blerje, po që të mos ta vazhdoja më këtë video me blerje, se faktikisht i kam blerë edhe në shtëpi. Jemi nisur krejt kështu papritur për mua, se Mauricio kishte të planifikuar, po që më mori edhe mua me vete, nuk ishte e planifikuar, ishte diçka e momentit fundit. Edhe bëri shumë që më mori me vete se nuk e di, po nuk flë dot vetëm në shtëpi, sepse Klajdi ka ikur, edhe po i binte të rria vetëm. Por, çfarë ju kam vënë në këtë video pa ju a treguar, se këto muhabetet e udhëtimit do t'i kemi te videoja tjetër. Dhuratën e Banës e mora me vete që ta hap. Çfarë ka sjell nëna, gjyshe Bana, se si duket, edhe krasë shumë. Gjithsesi nuk e di si do i thlasë, më të thonë thjesht Bana, jo gjyshe Bana, meqense është e re. Kjo dhurata ka ardhur që në fund të marsit kur erdhi Bana tek unë. Bana sa mori vesh që isha shtatzan. Pas 2 javësh bëri direkt biletën, se 2 javë kishte dhe ajo ato gjërat e veta, po erdhi direkt, ato mi të shoh fëmijët. Edhe i thash, po ku s'ka fëmijë, qa she aty, vetëm diçka të vogël në ekran. Jo, do mi të shoh fëmijët, e mirë thash, hajde, mu qefi më bët edhe me zje pres, se kur kam Banën, ju e dini, bëjmë edhe video edhe dalim edhe knaqemi. Dhe kur erdi më kishte sjell këtë gjën. Nuk mund ta vendosja dot që në mars, isha shumë e vogël, por vendoset kur rritet barku. Le ta hapim, ta shikojmë se çfarë ka brenda. Ja. Kjo është. Ka është kjo. Se unë për veten nuk e dija, edhe që t'jem korrekte me juve, do ta lexoj te çati. Kjo varsja, quhet Chiama Angeli, nuk e di si i thon italisht,
që përkthehet fjalë për fjalë thërret ëngjëjt. Është një lloj varse që zakonisht përmban një zile të vogël brenda. Kur lëvizni, kjo zile lë një tingull të butë, pak si cicërim. E dëgjoni. Tradita thot vjen nga Lamador de Angeles në Meksik, ku gratë shtatzana mbanin këtë pendant për të mbrojtur foshnjën. Në Itali, ky koncept u quajt Chiama Angeli, pra një thirrës i ëngjëjve mbrojtës. Tingulli i ziles besohet që i dërgon një thirrje ëngjëjve kujdestar që të mbrojnë dhe të çojnë energji pozitive tek fëmijët ose fëmia në bark. Shpesh i jepet si dhuratë gruas shtatzan dhe shihet si simbol i mbrojtjes për nënat e ardhshme dhe foshnjët. Tingulli but synon të qetësoj mendjen dhe të sjellë një ndjenjë sigurie. Plus sa herë ti lëviz, fëmijët do ta dëgjojnë këtë zhurmë, se kjo supozohet që të mbahet varur te barku, edhe të përplaset vazhdimisht edhe të bëjë zhurmë për bebat. Dhe bebat mësohen me këtë tingullin e ziles dhe ndihen të qetë se nëna është aty. Dhe pastaj thonë që kur lind duhet t'ia vendosësh një arushi, edhe ta mbash gjithmonë aty që kur fëmijët të jenë të shqetësuar, fëmia të jetë i shqetësuar, ti mjafton ta tundësh atë zilen edhe ja jep sërish atë ndjenjën e kujdesit dhe sigurisë që ka patur që të barku. Ishte diçka super e bukur, nuk e di, më pëlqeu mua shumë. Edhe është hera e parë në jetë që e dëgjoj këtë gjë. Edhe është momenti ta vendosim. Ja ku është? Ja tani. Unë do eci. E kuptoni idenë? E kuptoni besoj. Kështu, gjithkas si një dele me zile. Apo kush e ka zilen lopa, po duket. O zotë, është shumë e bukur edhe më pëlqen shumë fakti që fëmijët do mësohen me një zhurmë, por se unë që tani kam filluar edhe kam vendosur, kam përzgjedhur një këngë që ju a vendos në mëngjes edhe në darkë, që të mësohen me atë këngën edhe ta kenë edhe pas lindjes. Kështu që kjo është një tjetër zhurmë e bukur që do jetë gjithkohës me mua, edhe aq më tepër që e kam dhurat nga gjyshja. Kaq për këtë video. Vendosa këtë vlogun kësaj here se te video e radhës po përgatis reagimet e familjarëve bashkë me 3 mujorin e parë. Pra çdo gjë që ka ndodhur në 3 mujorin e parë. Ne po bëhemi gati edhe për Shqipëri kësaj jave. Ika, ju dua. Ciao njerëz.